ndalni fondet për këtë gjykatë, e gjitha kjo është politik, miliarde janë shpenzuar dhe shpërdoruar. Ky është deklarimi i fundit nga emisari i posaçëm i SBA-s për misione të veçanta Richard Grenell për gjykatën speciale në Hag. Grenell në vazhdimsi ka shpërndar mesazhe kundër gjykatës. Kjo dhe për faktin se prokurori i njëjtë i cili ka ngritur aktakuzën kundër ish-krerëve të UÇK-s, Jack Smith, ka realizuar gjithashtu dy hetime federale kundër presidentit të tanishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Një rizëshpërese për Kosovën që të ajo gjykatë të pushoj së ekzistuari, megjithatë, duke njohur themelimin e saj, duke njohur faktin që vetë organet e Kosovës e kanë kërkuar themelimin e asaj gjykate, por unë kam skepticizëm për arsye se aty janë të involvuar dhe Shtetet Evropiane. Megjithatë, fuqia juridike e këtyre deklarimeve sipas avokatit Kadri Osaj është në pikpyetje. Deklarimet e tija në rrjetet sociale duhet të analizohen aspektin e kompetencës për faktin se ne nuk e dimë se Grenelli është kompetent të deklarohet në këtë mënyrë nga administrata Trump. Apo është vetëm një deklarim në rrjetin social, i cili deklarim mund do që s'ka përpara fuqie juridike. Financuesi kryesor i gjykatës speciale është Bashkimi Evropian. Megjithatë, gjykata financohet edhe nga shtetet e treta kontribuese, si SBA-ja, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Nga raportet vjetore publike të gjykatës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesisht kontribuojnë në financimin e një pjese të punonjësve. Në mesin e tyre gjyqtar dhe prokuror, përfshirë këtu edhe kryeprokuroren e tanishme, Kimberly West, si dhe nën kryetarin e gjykatës, Charles Smith. Smith është gjithashtu gjykatësi kryesor në rastin më të madh, atë kundër ish-krerëve të UÇK-s. Gjykatësit gjithë në këmbë.